Teherani. Zarifi pajtoni me... Po natyrisht, paka shumë në nuanca, mu i me dalu diçka, po flasëm piktura e madhe është kjo që po përmend, zoti Sopjani. E kam përcjell në vitin 2022 vrasjen e asaj sënjushës 18 vjeçare në Iran. Vullneti dhe gatishmëria tek populli iranian për ndryshim është shumë e fuqishme, por jam befasu me dhunën dhe terrorin që kam përdor forcat e iraniane kundër qytetarëve vet. Ka qenë një vajzë 16 vjeçare. Masa Amini, ajo ka qenë me vllahën e saj, 16 vjeçar, tu ecë qytet dhe paramendoj vetëm se i ka ndalë pak flok shërbimi inteligjente, e ka për floksh edhe i mshon për veture derisa pësën gjakderdhin tru. Pastaj pa të shpërthim qytetar. Nuk i gjuishin nga zlotësjellës, po me snajperk, policia i zgjidhke temnat më të bukura, se i hoqën shamijat në mënyrë simbolike dhe i vrajshin. 2010, paramendo, 2010 në qendër Teheranit, krejt djem të ri, 17, 18, djem që janë ma energjik, që dojnë ndryshim, që dojnë jetë më të mirë, i kanë varë. Pa asë një proces gjyqësor, pa asë një konsiderat. Unë nuk besoj që ka regjim ma anti-njerëzor se sa në Iran. Nuk është halli që nuk ka Iran vullnet për ndryshim, po çdo formë e vullnetit për ndryshim përballet me gjakderdhje shumë të madhe dhe është e natyrshme që njerëzit i frikohen atij regjimit. Populli iranian kërkon ndihmën e botës perëndimore, edhe pahllave që ka qenë në baba i tij deri në vitin 1979, ku në Iran ka qenë një shtet normal dhe i fuqishëm dhe prosperues në atë pjesë. Edhe këtë bota demokratike kërkon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Evropës që të ndihmojnë popullin e Iranit, sepse ka nevojë për liri. Ndërkohë, a do të arrihet shumë shpejt demokratizimi i Iranit, siç e përmendë pak më herët? Besoj që po, gjithsesi e vlerësoj që do arrihet brenda mandatit prezidencial të Trumpit, marrë parasysh se edhe Izraeli me çdo kusht, Netanyahu në veçanti do e shfrytëzoj prezencën e Trumpit në shtëpinë e bardhë për me e përmbyll këtë problem. Po mos harrojmë që kjo i shkon shumë për shtati edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse SBA-t janë të interesuar që t'i mbyllin këto konfliktet rajonale, sepse unë prapë kthehem po e theksoj, nuk e kanë luksin me harxhu ton këto energji ta zonë në Ballkan, në lindjet mesme në Ukrainë atje, sepse energjit shumë shpejt duhet t'i fokusojnë drejt Kinës, sepse Kina është në ekspanzion. Ai ekspanzion është kërcënimi drejt për botën demokratike, sepse edhe atje kemi një regjim komunist. Mos të harrojmë, Kina nuk është demokratike, përkundër faktit që Kina e ka përqafu i tregun e lirë, konceptin ekonomik. Po prapë vetëm prej këndvështrimit ekonomik, jo në asnjë moment prej këndvështrimit politik. Në këndvështrimin politik edhe në Kinë kemi regjim. Pra, është në interes edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Irani përfundimisht të demokratizohet dhe të mbyllen në një mënyrë apo tjetër problemet në atë pjesë të botës, sepse problemet në atë pjesë kryesisht kanë ardhur prej regjimeve. Nuk janë probleme që janë prej popujve, po kryesisht prej regjimeve. E kem pas regjimin e Saddamit, edhe një kohë gjatë kanë luftuar edhe Irani me Irakun, mos harrojmë. Është njëra prej lufta më të gjata në atë pjesë. Do të thotë, pra kryesisht luftat atje janë bërë me prej regjimeve, sepse një pjesë e madhe dhe shteteve që luftojnë mes vete janë të njëjtit këmp dhe të njëjtës fe. Po prapë regjimet dallojnë. Edhe është në interes të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të demokratizohet Irani, se me demokratizimin e Iranit bjen potenciali për konflikt në atë pjesë jashtëzakonisht shumë. Mos harrojmë, Irani është njëri prej vendeve me rezerva më të mëdha të naftës në botë. Njëri prej top 5, nëse s'gaboj, është me rezervat naftës, e në top 2 a 3 është me rezervat gasit. Është një potencial jashtëzakonshëm për me financu terrorizmin, edhe është njëri prej pakta shteteve që ende janë njën botërisht si shtete financuese të terrorizmit. Pra, me ton këto potenciale, me jalon dorë një regjimi, me financu terrorizmin nëpër krejt botën, është rrezik kogja i madh. Ndërkohë